Po, a është ky një lloj sinjali që duhet lexojmë edhe vendimin e sotëm? Pra si e bëni lidhjen ju? Ja, pse e bëjon lidhjen? Sepse që është ligjor dhe unë i qëndroj, por unë them me ata gjyqtarë që kanë marrë këtë vendim, unë them nuk e kanë as integritetin profesional, as moral, as dhe forcën për të dalë kundra Edi Ramës, sepse nuk e kanë bërë në asnjë rast. Unë nëse nuk do të vërtetoj të kundërtën, do të kërkoj falje. Madje publikisht. Tani, ju e dini që ditën e premte u zhvillu një seancë prej 7 orësh në gjykatën kushtetuese. Kemi ditën e shtunë pushim dhe ditën e diel pushim. Sot në ora 5 u bë publike, madje u bë që në ora 3, që do jepej në ora 5 vendimi i gjykatës kushtetuese. Nëse ju që në vitin 1992 ju ftoj gjithë publikun, jo vetëm ju në studio, do më nxirrni një vendimarrje të gjykatës që është marrë brenda ditës, pra ky vendim ka qenë i paracaktuar. Pse them unë ka qenë i paracaktuar? Unë nuk shkoj deri në ato pikën që jo Edi Rama kishte frikën e zgjedhjeve, absolutisht jo. Edi Rama me makinerinë që ka ngritur, me bandat dhe paratë e krimit që i kanë në dispozicion, do t'i blinte dhe do t'i manipulonte dhe këto zgjedhje si gjithmonë. Problemi që kishte Edi Rama nuk është në dorën e Edi Ramës. Atëherë pse mendoni se është një vendim i urdhëruar nga zoti Rama, përderisa ai s'ka patur interes se mund t'i konsideronte zgjedhjet fituara? Po pra, atëherë ndodhen aq shumë gjëra nga momenti që Edi Rama vendosi shkarkimin e Erion Veliajt dhe deri ditën e premte ndodhen shumë probleme, por kanë ndodhur dhe disa probleme të cilat publiku nuk i di, sepse ato kanë një presion të vazhdueshëm ndaj njëri tjetrit, njëri thot bëj këtë, ai tjetri thot këtë dhe mbi të gjitha ka një problem më shumë se mbrojtja që Erion Veliaj bëri në gjykatën kushtetuese, është ajo USB-ja që ka ca prova dhe prova që implikojnë direkt Edi Ramën. Ndërkohë Edi Rama është ndodhur në vështirësi. Po kjo USB-ja mund ketë qenë edhe para vendimit të Këshillit Bashkiak, para vendimit të Këshillit Ministrave, para dekretit të zotit Begaj, se domethënë janë 3 domino goxha të rëndësishme që janë rrëzuar. Shiko, unë personalisht për mënyrën se si u soll presidenti gjatë kësaj periudhe, po sidomos në mbrojtjen që i bëri në gjykatën kushtetuese, unë mendoj se do na ulet shumë niveli i bisedës po të merremi me dekretin e presidentit. Ta mbajmë tek vendimi i Këshillit Bashkiak. Besoj e kam thënë dhe në studion. Nderuar, po këto janë institucionet e shtetit shqiptar, është presidenca, është institucioni i shtetit shqiptar, pavarësisht se kush e drejton. Për sa kohë që është një individ që nuk njeh ligjin dhe kushtetutën, për mua, unë e flas në konceptin tim personal. Ai nuk mund të jetë presidenti i vendit tim. Ndërkohë që e kam deklaruar dhe vazhdoj të qëndroj. Për ju as Edi Rama nuk është kryeministër. Kështu që tani unë po flas sepse Edi Rama me gjithë gabimet që bën, Edi Rama i bën se don, nuk urdhërohet. Ai është një president që ka gjithë atë emër, që ka gjithë atë statur në bazë të kushtetutës dhe e përdor si lolo Edi Rama. Pra, Edi Rama me gjithë problemet e veta që ka, sepse ju e dini që unë jam një nga denoncuesit më të mëdha të Edi Ramës. Po Edi Rama nuk përdoret nga këta. Këto kanë vendosur të përdoren nga Edi Rama. Dhe nëse përdoret Belinda Balluku, unë e kuptoj se është dhe kryeministja. Po presidenti i vendit të ketë atë mos korreksi dhe mos batim ligji në raport me kushtetutën është si rrallë në gjithë historinë e pluralizmit. Zonja Kalaja, e kam thënë, ja më lini të më logjikën. E kam deklaruar që vendimi ose propozimi i Këshillit Bashkiak kishte probleme shumë të rënda dhe e kam deklaruar që ne do të vinim në këtë gjendje, që ne do të legjitimonim pafajësinë e Erion Veliajt me shkeljen që i bonte vetë qoftë Këshilli Bashkiak dhe tu kam një kritik shumë madhe, e kam thënë me kohë dhe vazhdoj ta them, por antarët e Këshillit Bashkiak Partisë Demokratike që u bën pjesë e asaj farse që ndodhi në bashki. Pra konsideron bashkëfajtore Partinë Demokratike dhe e konsideron një nga gurët e rrëzuar sot. Për mua po.
Dhe kjo është një këmbën alarmi që ata këshilltarët atje të mos bëjnë asnjë lloj marrëveshje, po të zbatojnë ligjin dhe kushtetutën, se për këtë janë votuar. Jo të zbatojnë një urdhër politik të Edi Ramës, sepse edhe kërkesa në këndvështrimin tim që në maj të 2025-ës është antiligjore, se ligji e parashikon shumë mirë mungesën e arsyeshme dhe mungesën e paarsyeshme. Kujtoj që në këtë studio edhe ju e keni thënë më herët që Partia Demokratike po bën gabim me faktin që po bashkon votat në Këshillin Bashkiak. Patjetër, sepse edhe në raport me publikun, edhe në raport me demokratët, në kuptimin politik dhe moral, bie në sy shumë keq dhe sot nuk u rrëzua vetëm mazhoranca, u rrëzua edhe një pjesë e Këshillit Bashkiak që bashkoi votën me mazhorancën. Ndërkohë, mira, ata nuk i kanë bërë në kokë të tyre, sigurisht që ka qenë vendimi i Partisë Demokratike, i kryesisë. Unë nuk ishe pjesë e Këshillit Bashkiak edhe nuk kam qenë, kështu që unë nuk mund të marrë Ja, na i thot zoti Muçollari, meqense është antar i Këshillit Bashkiak. Jo, jam antar i Këshillit Bashkiak. Ja, më fal, antar i kryesisë Partisë Demokratike. Më fal, a mund ta mbaroj logjikën vetëm pse mendoj unë që kjo është vendimarrja e Edi Ramës. Okej. Në këndvështrimin tim, Edi Rama është gjetur në pozicion shumë të vështirë për shkak të situatës juridike të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, se jo rastësisht zonjën Balluku Edi Rama e kishte edhe në krye të fushatës të Tiranës. Kjo është e para dhe shumë shpejt, për punë ditësh zonja Balluku do të marrë dhe masa sigurimi personal. Ndërkohë që ka një kandidate me probleme shumë të rënda të theksuara në SPAK, edhe kjo në sondazhet ka patur një negativitet në raport me pranimin nga qytetarët e Tiranës dhe jo më thot vetë Edi Rama, ku ta shikoni që është në kufit e absurdit të mërkurën e kaluar kandidaten për Tiranën që ne prisnim të lindte mandatin e bëri pjesë të reformës zgjedhore. Ju jeni dëshmitar se si zoti Rama të mërkurën e kaluar e ka bërë pjesë. Zonja Kalaja, opozita pretendon se Rama e kontrollon prokurorinë e posaçme, duhet i dinte këto zhvillime nëse do i referoheshim gjithmonë deklaratave të opozitës. Patjetër e kontrollon dhe SPAK-u, unë nuk je shpresja asaj që kam thënë, SPAK-u punon me regji, por ka ndryshuar sa gjëra. Po çfarë gjëra është? Për te Atlantikut, para disa ditëve ka ardhur zëvendës sekretari i shtetit, i cili në fakt nuk u bë publike. Duke qenë atëherë me regji bie që është ndryshuar regjizori dhe duhet kemi besim. Jo, nuk ka ndryshim regjizori. Ka kërkesë llogarie i nderuar, sepse në disa çështje penale për cilët dyshohet se janë kryer nga Edi Rama, janë prekur rënd interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe prandaj dhe unë jam e bindur që ky është vendim i Edi Ramës. Tani keni besim te prokuroria e posaçme zonja Kalaja? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ato dhe nëse do marrin një vendimarrje ashtu siç duhet, ato do ta marrin të detyruar më shumë për të ruajtur pozicionin e tyre, sepse ato mendojnë me këto gjëra po bëjnë zbatimin e ligjit. Dhe nëse do përgjigjen e ju, më gjeni një vendim të gjykatës kushtetuese që ka dalë brenda 24 orëve. Po ju jap vetëm rastin e çështjes dhe për zotin Çakoku e kam këtë, është vendimi për teatrin kombëtar që ne e kemi mundur Edi Ramën, por pavarësisht se e kemi mundur, është Edi Rama që nuk e zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese për teatrin dhe po t'ju marr precedentin e teatrit. Gjykata kushtetuese është tërhequr për vendimarrje në 16 qershor të 2021-shit dhe vendimin e ka shpallur në 2 korrik të 2021-shit. Pra rreth 20 ditë afat që ka zbardhur vendimin. Okej, zonja Kalaja, se du të shpërndajmë diskutimin. Ja t'ju bëj edhe një pyetje tjetër. Okej, po se bër disa pyetje dhe t'ja bëjmë në një pyetje zonjës Kalaja se sigurisht që tani tashmë si avokate, si kandidate për avokate e popullit duhet na dëgjoni edhe në qytetarëve zonja Kalaja. Jo, patjetër, e kam si pyetje retorike. Zonja Kalaja, se ju po kandidoni për një post që votuan pro, zonja Kalaja, kur e raportuan me njëri tjetrin, nga e premtja
duke llogaritur të shtunë të ditë se të premten gati në ora 6. Zonja Kalaja, momenti për të dëgjuar popullin. Dhe sot kanë dhënë vendimin. Atëherë faleminderit, jam në gazme t'u përgjigjem. Zonja Kalaja, se ju po kandidoni për një post shumë të rëndësishëm të Republikës dhe sigurisht Partia Demokratike nuk i ka votat e saj për t'ju zgjedhur ju, pasi duhen 84 dhe do duhen dhe votat e partive të tjera dhe kryesore të Partisë Socialiste. Me këtë dalje të juaj të sot, por edhe të mëparshme, për të qenë të sinqert, ju keni atakuar kryeministin më shumë se 20 herë, kryetarin e Partisë Socialiste. A mendoni se kjo i shërben shumë kauzës tuaj për të zgjedhur avokatët popullit, apo ka qenë një mënyrë për të dalë nga Partia Demokratike dhe për të thënë që po kandidoj për avokatët popullit? E para njerë unë nuk e bëj dot dhe e them me shumë sinqeritet. Debatin se kishim tjetër Unë kam vendosur që përpara se të bëj këto llogarit a do më votojnë apo nuk do më votojnë, unë kam vendosur që deri në fund të atit aktivitetit tim në shërbim të të mirës publike, unë t'i qëndroj të vërtetës time. Ndërkohë, është e vërtet që me rastin e kandidimit, unë gjeta dhe mundësin për të larguar nga 2 pozicione, përsa që në shumë raste kam propozuar, kam konstatuar shkelje statutit, kam konstatuar vendimarrje në këndvështrimin tim të gabuar. Do dalim në pjesën e dytë, zonja Kalaja, më gjerësisht edhe më hollësisht në këtë drejtim. Kështu që le ta mbajmë edhe pak këtë moment, sepse duhet jemi të fokusuar tek çështja e vendimit të gjykatës kushtetuese. Zoti Mushallari? Jo, meqense më pyeti zoti Lita dhe isha i detyruar që ta respondoj. Patjetër.